أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Falenderojmë Allahun në madhruar të bareke wa ta'ala. Qysh I përket lartë madhërisë së Tij. Ai është I lavdëruar, I falenderuar para se ta falenderojnë krijesat e Tij. Salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e familjes së Tij, e shokëve të Tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët e kanë ndjekur rrugën e atij burri të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar edhe me të jemi në surën Tur, ku I madhi Allah Azza wa Jall pasi që në fillim të surës u zëtua u betua se dënimi I premtuar, I kërcënuar për ju besimtarët gjithsesi do të vijë. Do të vijë dita e ringjalljes dhe nuk ka dyshim në të. E pastaj ceku gjendjen e ju besimtarëve, respektivisht mënyrën e dënimit të jo besimtarëve. Pastaj më pas në vazhdim, ceku gjendjen e besimtarëve, një pjesë të të mirave, e kënaqësive, begative, mirësive, të cilat do të shijojnë ata në xhennet. Tani I madhi Zot I drejtohet pejgamberit të Tij sallallahu alaihi wasallam dhe urdhëron që t'ua përkujton njerëzve. Këshilloj njerëzit, përkujtoj njerëzve. E besuan, nuk e besuan, mos e merr shumë me ta. Për të cekur më pas në vazhdim disa trillime, shpifje të idhujtarëve Mekas, të cilat ia atribonin pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam
si i çmendur e falltor, edhe për që kundërvy dhe përgjigjur i madhi Zot te bareke wa taala. Në vazhdim, se i gjithashtu se prej akuzave të jo besimtarëve, drejtuar pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte dhe thënia e tyre se Koranin po e trillon vetë. E Allahu ju përgjigjet, atëherë pra nëse është trillim i tij, sillni edhe ju një Koran të ngjajshëm. Dhe sigurisht se një gjë të tillë kanë të pamundur. Tani shkojmë tek ajetet më në detaje dhe të shohim se çfarë na thotë i madhi Allah Azza wa Jall në komentin e këtyre ajeteve të cilat e kemi para vetes. Dhe themi mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Përkujtoja ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këshilloj me këtë Kur'an. Mësoj ty në mëkazve të tjerë këtë Kur'an. Kuptim në ajeteve koranore. Mësoj dinin e Allahut Azza wa Jall atyre që duan të ndëgjojnë, atyre që duan të mësojnë, atyre që duan të vërtetën të kuptojnë. Tregojë njerëzve, pavarësisht të thashëthëmeve të tyre, tregojë njerëzve se ky Koran është madhështor, dhe se është i veçantë, dhe se në te është lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Dhe se në te ka çka të dush, i tëri është hajër, dhe për hajër ka ardhë, ka zbritur për të mirë e njerëzimit. Përkujtoja fjalën time, mesazhin tim njerëzve. Dhe mos u merr, mos u brengos me thënjet e tyre, trellimet e tyre, se ti je falltor apo i çmendur. Sepse falë Zotit e rahmetit tina, ti nuk je as falltor, e falltor këtu ka për qëllim kahin, është ai i cili bashkëpunon me gjin dhe arrin ta kap një fjalë për të kaluarën, për të ardhmen, dhe të shton edhe një natë tjera, e i tregon bashkëpunëtorëve të tij, gjin, bashkëpunëtorëve njerëz, të cilët pretendojnë se i dinë të psheftat. Që ne në gjuhën tonë i quajnë falltor krejt këta. Në gjuhën arabe i thënë kuhan, kahin. Pra ata mësë brengasti me thënin e tyre se ti je falltor. Pas me thënin e tyre wala majnun se ti je i çmendur. Sepse të nuk je as falltor e as i çmendur. I çmendur është ai i cili nuk din çka flet. Nuk mund i thurr, nuk mund i rëndit në dy fjalë. Nuk mund i rëndit, nga se logjika e tij natyrore ti është i bllokuar. E këta e din mirë se ti vërtet nuk je as falltor, as i çmendur. E din këta. E din sepse të njohin. E din sepse i rrit me ta. Dhe kujt po i thojnë falltor, e kujt po i thojnë i çmendur. Një njeriu i cili është më i mençuri, më i dishmi, më i urti, më i edukuari, më i ëmbël, më i dashuri, në krejt shoqëri, me kaset asaj kohë.
Por njeriu kur nuk beson, dohet me thonë diçka. Veç akuza, trillimet vazhdojnë. Em yekulune shair, apo thonë ata se ti je shair, poet. Pra, dikush e thonte se ky është falltor, e dikush e thonte se ky është i çmendur, e dikush tjetër se ky është poet. Trillime, shpifje, trama për pejgamberin, alayhi salatu wassalam. Për ata Allahu po e nxit, po e stimulon, madje po e urdhëron. Fadhakkir, të përkujtojo njerëzve. Çu në vend mesazhin, detyrën me të cilin i ngarkuar, emanetin që ke marrë mbi supët e tua që e në vend, e mos u preokupo me thënjet e tyre, sepse ti nuk je falltor, siç pretendojnë ata, trillojnë, e as i çmendur. Am yekulune shairun, apo thonë se ai është poet, shahir, poet. Natarabbasu bihi rayb al-manun, është poet, ndaj po presim ne derisa ta zan vdekja ate. Imam Taberiu, Ibn Kathir dhe historian, komentatorë të ndryshëm, cekin tek ky ajet kuranor se krerët me kas, paria me kase, mbledhen në Darun Nadwa. Darun Nadwa ka qenë një vend, një shtëpi, në të cilën janë mbledhur krerët me kas për çdo hall e dert që kanë pasur ata. Në kuptim të sodit se një odë e katunit. Dhe atë janë marrë vendimet për luftë, për paqe, për tregtie, për çdo send. Më herët, tash, po merren vendime kundër pejgamberit dhe kundër islamit. Në këtë Darun Nadwa kemi cekur më herët, o morrën vesh me kasit për me vra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E Allahu e urdhëroi natën me ik me bo hijret. Që të Darun Nadwa. Pra, o mbledhen në Darun Nadwa dhe dikush pe i krerë me kas po thot, mos e merrni shumë me te, sepse ai është poet, dhe me poezinë e tij po arrin me i hipnotizu, me i bo për veti, fjalorin ton, dialektin ton, me i mashtru gjinën, me i bo për veti, por kjo nuk e zgjatë shumë, sepse i vije vdekja edhe këtina, sikurse që ka ardhur vdekja edhe shahirave, poetëve të mëhershëm, që kanë qenë sikurse kë, madje shumë të famshëm, sikurse Zuhairi e Nabiga kanë qenë disa shuara poet shumë të famshëm në gjahiljet para ardhes islamit. Dhe kanë qenë të njohur në krejt botën arabe dhe së të kësaj dite janë divanet e tyre me vjershat e tyre, poezit e tyre. Pra, çka të bëjmë ne, mos e merrni shumë me te, t'jalojna natyres derisa t'i vije gjeli, të në thënë Zotit, derisa t'i vije gjeli, respektivisht t'i vije vdekja këtina, dhe kë përfundan, dhe teoria ti përfundan, dhe mesazhi ti përfundan, dhe kush nuk merret më me te. E Allahu e zbriti si përgjigje këta ajet kuranor. La ilaha illallah, am yekulune shairun, apo mos po thonë ata se ai është shair poet, natarabbasu bihi rayb al-manun, po presim derisa t'i vije vdekja e t'na hiqet qafesh. Në fakt e dini se nuk është poet, që kemi cekur sa herë.
Por, diçka ta duhet të thonin. Thëtë Allah Azza wa Jalla në vazhdim, Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Thuaj, pritni ju edhe unë përpres me ju bashkë. Me ka se thanë se të presim, pasi që është për deri sa të vije gjeli të hanë vdekja, e Allahu i madhruar për përgjigjet për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoi atyne pritni ju. Pra për ditën vije mu e gjeli, po edhe në përpres e ta këshyrum se kujt dhe se për i vije fundi. Nga dhënimi fitoria triumfi kujt për i takon. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qawmun taghun. Apo ndoshta mendjet e tyre po ju thonë atyne se vërtet ky Kur'an është trillim dhe se ky njeri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i çmendur ose falltor ose poet. A thua, mos vall mendjet e tyne po thonë kështu? E për kanë për thënë mendjet e tyre? Për pejgamberin që shqetësek me lartë e njefnin këta? Këto mendjet këtyre njerëzve, që akuzojnë njeriun më të dishëm, më të menqër, më bindës, dhe cilësi tira që kishte i bekuar, këto mendje të janë të cekta. Këtu mas shumë të meritojnë të gjëhon këtu të qmendura. E jo pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Am hum qawmun taghun. A kanë pej mendjes e tyre, bindjes e tyre? Jo. Am hum qawmun taghun. Apo ndoshta vallë, ata janë renegat, janë rebeluar, janë mendjimdhej, janë arrogant. Po. Nuk e kanë pej mendjes. Po ta kishin pej mendjes, mendje që cilësoj një burr të madh, si pejgamberi alayhi salam. Që ata dinin mirë se ta burri është. Ato mendje që cilësojnë dhe përshkruan një burr të madh, si pejgamberi se është i çmendur apo falltor, në fakt ato janë të çmendura. Ato mendje janë të cekta, janë të çmendur. Por e vërteta është se ata janë njerëz renegat, mendjemdhej, arrogant, inatçor. Njerëz të cilët e dinë të vërtetën, por nuk duan ta pasojnë. Nuk duan ta pranojnë nga mendjemdhësia e tyre, nga kryelartësia e tyre, nga vetpëlqimi i tyre, nga inati i tyre. Dhe kështu me radhë. Andaj duhet të thojnë diçka për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka do qoftë? Çka do qoftë? Am yaquluna taqawwala, apo mos vallë thonë ata se ky e trilloi Kur'anin. Bel la yu'minun. Mos thonë ata se ky e trilloi Kur'anin. Ata që apo e thëtë kë, po e shpipe vetës e ti, e jo se Zoti po i fletë. Krejtu akuza, njëra pas tjetërës, për drejtojnë pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam. Bel la yu'minun. Ata nuk besojnë. Nuk duan të besojnë. Ata po e dinë se Kur'ani nuk është trillim. Ata po e dinë se pejgamberi po e flet hakun. Por problemin e kanë këta kryesorin në besim në ringjallje. E ky Kur'an, të fjalë pejgamberi që po a thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, po a thot o ju njerëz keni për të ringjallur. Këta këtë nuk e besojnë. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Po nëse vërtet ata janë të bindur në pretendimet e tyre se ky Muhammed, ky njeri, po e tërllon Kur'anin,
le ta sjellin edhe ata një Koran sikurse kë, in kanu sadiqin, nëse janë të sinqert. A je sinqert, a ki për ime, a je i bindur, a je i sigurt. Në atë që për pretendon, po thue haptas dhe për atë tjerve, se kë Muhamedi për trillon Koranin për vetë vetës se ti, për mendjes se ti. Mirë. Në rregull, je i sigurt, po sillni edhe jo një Koran të ngjashëm, trillon edhe kush po ju nal. Kush po ju nal juve me kazë me trillu edhe një Koran të tillë, dhe me sfidu Muhammedin dhe me rëzu me në poshtë. Ju qatë sënim e keni, sënimi ju, derti ju, prokopimi ju, është qysh me në poshtë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Atë e thënë Muhammed, qysh me në poshtë. I hamë poshtë në, sëllën një Koran pra. Kush për nalë? Ju mesin e ju keni pëhet shahira, mesin e ju keni njërës të meqën, që dini shkrim e lezim e kësë, dini shkrim e din lezim. Sillën edhe një Koran, të ngjajshëm me te, apo një libër të ngjajshëm me këtë Koran, do të arrin të sjellin, po të kështë pasur mundësi, do të asillin. Mu'tezilit, të kë ajet koranor dhe disa ajet të tjera të ngjajshme, e ka dhënë një ide, një përgjigje të çuditshme. Në fakt, Mu'tezilit janë krejt çuditshëm. Mu'tezilit fraksion, i cili në shekullin e 2 e 3 kanë gufu, kanë pas rritje sa që kanë marrë kalifatin krejt, veçantë i kohën e Imam Ahmedit dhe Khalifja Memun, ku edhe kalifati ka pasu qatë me dheheb. Në akide, jo në fiqh, se Mu'tezilit fiqh kanë qenë Hanefi, tamam, por në akide kanë qenë Mu'tezili, kanë bërë devijimet më dha. Këtu ata thonë, Allahu i madhruaret e përdojnë një shprehje, një term që quajnë sërfe, e që është Allahu si ka lanë vetë ata, po t'i kishte lanë Zoti Arabët, ndoshta do të sill një Koran, por Allahu nuk i la. Këtë cikë Zemakhshari që është vëzë Mu'tezili, edhe cikën në ulemat e Senetit që ata Mu'tezilit e kanë thamë. Dhe ulemat të tjerë, në fakt nuk është e vërtet kjo, sepse Allahu është e vërtet që bën çka don. E me këndesht, ja kështë ndalë këtyne njerëzve, edhe këto fjalë, mësë mujtë me qitë, së në qëtë fjalë. Së në fletë fjalë, fyse, këndër pejgamberë, të fyse, në të ranën. Me thonë njërit, burët më të madhë, i trenë, i qmendun, ka marrën dhe qka, ka ma fyse, por Allah nuk i ndalaj. Dhe ja pësekin Koran ma dje, dhe pi lexojmë sot, dhe i lexojmë njerëz dhe në kiamet. Po të dënë të Allahu, po do të kështë bërë, por jo. Allahu i latë lirë, ma dje i tha, bëne, sillne. Një Koran të tillë, po nuk do të mundeni. Nëse s'mundi një Koran të tillë, me sjell, jo veç me kaset, kërkoni ndihmë prej të tjerëve. O nuk mundeni, ma ndjas edhe të surët të ngjajshme me këtë Koran nuk mundeni. Ma ndjas një surët të Koranit të ngjajshme të nuk mundeni. Dhe jo vetëm jo, krerët me kasë, dhe ketë me kaset, banor të Mekës, por edhe krejt dunjaja. Po të mblidheshe në një vend, për një herë, me ketë përpjekjet e tyne, e dijen e tyne që e kanë, e mundësit e tyne, madje edhe gjënt me i ndihmu, nuk do të arrinë, të sjellin asë një sure të ngjajshme me surët Koran. Me cilën dhe sure, madje edhe sure me të shkurt Koran, sikur se surët Wal Asri. S'ka mundësi. S'ka mundësi. Pra Allah të urdhëron, por nuk munden ata. Nuk është çështje se Zoti s'po i lën, po ata s'munden. S'munden, sepse Allahu ka dashur që ky libër të jetë i veçantë dhe mos ketë mundësi askush deri në kiamet të sjellë diçka të ngjajshëm me te, madje as me një sure të tij, as ta sfidoj, as ta ndryshoj. S'mund. Dhe nëse jemi dëshmitar
Dhe lexojmë dhe kuptojmë historinë e gjatë. Ajete ku pas zbresin është fillimi, është Mekë, periudha mekase. Por kanë kaluar 14 shekuj, gati 15. Sa përpjekjet janë bërë? Sa përpjekjet bëhen sot? Me ndryshu librin e Zotit. Sa paraja jipet, sa kadra pregaditet të shkollohet, sa mundit derdhet, nuk arrihet. Është përpjekje e dështuar. E dështuar. Andaj neve si musliman, pavarësisht se jemi të dopt, të shkapërderdhur, të përqarë, jemi pa pushtet, jemi pa takat, jemi në fund dunjas, të bishtin, në fund po shkret, për nga renditja. Dhe të tjerët na akuzojnë me lloj-lloj etiketimesh, të prapambetur, botës trete, andej këndeje. Në mjaftan kjo krenarie jona, se këtë Kur'an nuk ka arritur, as nuk do të arrijë kush, ta ndryshoj, ta mund, ta mposht, të sjellë diçka të tillë, madje sa një suret e tij deri në kiamet. Dhe kjo për ne është më e madhja. Sepse kjo shpirtërisht na mban neve të pamposhtur, shumë të fortë, të pathyeshëm disha me thonë. Na mban neve të pathyeshëm. Për ata musliman nuk mposhtet, edhe nëse vritet, edhe nëse rëbrohet, sklavrohet, nuk kthehet. Ai nëse dine ka hak, edhe nëse mbetet një njeri në këtë dynja. Vesh një mbetet. Krejt vriten, e likuidohen, masakrohen. Një ka mbet, thot dini është hak, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Por taksirati këtyne me kazëve, e kanë ndorë këtë begati, këtë madhështi, këtë shansë. Po, nuk din dhe nuk dua ta përqafojnë, e veti ja bojnë. E veti ja bojnë. Për ata Allahu më herë që tha, ju pritni, kur ke fjala të ajete më herë që ta thanë, për presim dirësa të vje vdekja, e Allahu tha, fe inni makum të rabbesin, ju pritni derisa të vje vdekja, pritni ju, veç edhe na për presëm, derisa vjetë saktimi i Zotit, e të këqyrën fundi, kujna që shpej vije. Të këqyrën. E këtu ulemat kanë thonë, është fjala për luftën e Bedrit, që shta krejt, shta 70 për ty në shkunë, në Gjehnem, e do të tjerë ma vonë, kështu më ra, e aty në tja këtë shkruzët me bo musliman njën ba. Ose, të këqyrën që pa vjen fundi, për nga ngadhimi triumfimi, Islami dëpt këto, por do të shihni ju se fundi i kujtë është, favort kujna, dhe fundi kem favort muslimanve, nga se muslimanët vërtet dolin për Mekës, por nuk shej gjatë, dhe mas 8 viteve, o këthin në Medi, o këthin sërish në Mekë, dhe shliruan Mekën, dhe ku me tërmë Mekasit. Ju herë dhe dënimin dënja, psikik, dikujna dhe fizik, por dënimi vërtet, ju vjen ditë kiametit, pra ju pritni na pëpresëm. Ju pritni na pëpresëm. Fëljetu bi hadith mithlihi in kana sadiqin, pra nëse janë të sinqert në pretendimet e tyre, le të sjellin një Koran të ngjashëm. Kush më sjell atë Koran të ngjashëm? S'ka mundësi. As ata dhe as të tjerët, dhe as ta që vinë ma vonë, deri në kiamet. Dhe kjo është, që shtash me lartë, dhuratë e madhe të Zotit. Për ne, që na ka përzgjedhur në përqafu këtë Koran dhe me qenë për atyne që e besojnë hak,
këtë Koran dhe nuk dyshojnë të fare dhe krenohen me te.